الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم سبحانه وتعالى فلندرم بتي ndihmë, mëshirë, udhëzim, falje për mëkatet tona kërkojmë. I pejgamberin tonë, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër të vërtetë, të cilit i përulemi dhe të cilin e adhurojmë përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpalljen e fundit Kur'anin famëlart, udhërofyes për jetë të lumtur në këtë botë dhe udhërofyes se si të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimet e tij që as mundemi t'i përshkruajmë në xhenetet e tij të larta. Fjalët më të vërteta janë libri i Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, këshillat e Kur'anit janë të shumta. Edhe këshillat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Dhe këto këshilla e kanë një qëllim të vetëm, se si njerëzit të jetojnë një jetë dinjitoze në këtë botë dhe si të veprojnë vepra të mira, të cilat do t'jenë arsyeja e dytë pas mëshirës së Allahut që ata të hyjnë në xhenetin e Allahut. Ne të gjithë çdo ditë jemi më afër vdekjes, më afër ballafaqimit me atë që e kemi punuar në këtë dunja. Prandaj besimtari është ai i cili është vigjilent, i kujdesshëm dhe nuk lejon që t'i kalon koha pa e shtuar sasinë e veprave të mira. Dhe nuk lejon që t'i kalon koha në gaflet, në pakujdesi dhe në mëkate të cilat nuk i do Allahu subhanahu wa ta'ala. Jemi ende me hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për ato fjalë që ja tregoi Ebu Hurajres radhiyallahu anhu. Këshilla e tretë prej 5 këshillave që i përmban ky hadithi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ahsin ila jarika takun mu'minan. Sillu mirë ndaj kujshisë. Nëse vepron kështu, do të jesh besimtar i vërtetë. A thua vallë, pse i dërguari Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë hadith, si në shumë hadithe tjera, e ka theksuar rëndësinë e kujshisë dhe rëndësinë e sjelljes së mirë për me kujshin, sepse kjo është porosi e Allahut xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, të cilën Gjibrili alayhis salam aq shumë ja ka përsëritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë Muhamedi alayhi salatu wasalam ka menduar se kujshia, fqinji, ai me të cilin nuk kemi asnjë lloj lidhje familjare, ndoshta ta bën hisetar në trashëgimin tonë. Thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Gjibrili alayhis salam, ai i të cilit Allahu ja ka besuar shpalljen, aq shumë më ka porosit, më ka lënë në vasijet kujdesin ndaj kujshisë, saqë mendova se ka me bo hisetar në trashëgimin time. Do ta bën pjesë të familjes të cilët e trashëgojnë njeriu pasi që ai të vdes dhe të largohen nga kjo dunja. Të vëllezër, sjellja e mirë ndaj kujshisë nënkupton dy gjëra. Nëse ne nuk mundemi t'i bëjmë mirë, atëherë së paku mos t'i bëjmë diçka që është e keqe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'min
la yu'min. Nuk ka besuar. Nuk ka besuar. Nuk ka besuar 3 herë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot për një person që me të vërtetë s'ka besuar, me imanin e tij diçka nuk është në rregull. Kush është ai personi që s'ka besuar? Ka thonë men la ya'man jaruhu bawa'iqa. Ai nga shqetësimi, nga ezijeti i të cilit nuk është i sigurt kujshia e tij. Nuk është i sigurt kujshia e tij. Në një hadith tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: sjellja e keqe ndaj kujshisë i shkrin veprat e mira, ashtu siç dielli e shkrihen akullin. Dielli, nëse nxjerrim akullin dhe borën në diell, shkrihet. Ashtu shkrihen dhe azgjesohen sevapet e njeriu i cili ka sjellje të keqe, e përgojon, e ofendon, nuk i ndihmon, apo mundohet që t'ja ngatron punët, e pengon. Shikojnë të ndëror vëllezër. Edhe një hadith do t'ua tregoj. Thot nëse kujshia kërkon që një shtyll, një direkt, ta ngull në murin tuaj, mos e pengoni. Ka leju që edhe shtëpinë tënde me alon në dispozicion kujshis, sepse kjo është ajo të cilën në porosit Islami. Pse? Sepse nëse problemet pas familjes fillojnë edhe në mahall, a ka mundësi që ajo shoqëri me kanë lidhur njëra me tjetrën? Nëse ne nuk ndihmë obligim, apo nuk ndihmë nevojë që ta ndihmojmë familjen tonë fillimisht, pastaj kujshin tonë, a ka mundësi të ndërtohet një shoqëri e cila të jetë e fortë dhe e fuqishme, me u përballë fillimisht me kurthet e shejtanit, pastaj edhe me kurthet e njerëzve, të cilët nuk ju duan të mirën besimtarë. Nuk ka mundësi të formohet një shoqëri e fortë, e fuqishme, e lidhur njëra me tjetrën, sikur se një trup, nëse raportet mes kujshive nuk janë të mirë. E ne sot, fatkeqësisht, për fat të keq, njeriu i parë të cilin ndoshta i kishim bë keq, është fillimisht dikush nga familja jon, pastaj vjen kujshia. A realiteti është me kanë kundërta. Kur e ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën radiallahu anha, dhe i ka thonë se kujshitën 4 shtëpit në 4 antë për atë shtëpisë. Ato llogaritën kujshit më të afërt, që do me thonë, kujshia nuk është vetëm ai që është musliman. Kujshia është edhe ai që nuk është musliman. Kujshi nuk është vetëm ai që është besimtar i mirë. Kujshi është edhe ai që nuk është besimtar i mirë. Kujshi është ai i cili të bën mirë. Kujshi është edhe ai i cili të bën keq. Kujshi është ai i cili të ndihmon. Kujshi është ai i cili të dëmton. Kretë këto që jetojnë në afërsinë tënde llogaritën kujshi. Dhe para se me na e tërheq vërejtjen për ato që duhet ta kemi si obligim ndaj kujshive, e kemi edhe fjalën e Allahut subhanahu wa taala, i cili thot: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk atij, mos e llogaritni dikën tjetër të barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot: "Wa bil walidaini ihsana", dhe prindërve silluni mirë. "Wa bidhil qurba", dhe ndaj familjes. Pastaj thot ndaj jetimave, ndaj të varfërve, dhe i ka përmendur 2 lloje të kujshive. Wal jari dhil qurba, kujshin që e ke edhe kujshi edhe familje, wal jari al junubi, dhe atë kujshin që e ke afër, që jeton në afërsinë tënde. Ndaj kretë këtyre shka thot që duhet të sillemi mirë, el ihsan. Nëse ju kujtohet, kur e treguam se cili është definicioni i ihsanit, nuk është vetëm çdo vepër e mirë që e bën. Ihsani është që ta bësh një vepër të mirë, ta adhurosh Allahun sikur je duke e pa. Edhe pse ti atë nuk e sheh, ai të sheh ty.
Allahu të sheh ty. Do me thonë edhe këtë sjellje të mirë dhe durimin që e shfaq ndaj padrejtësive që t'i bën kushia jote. Nëse nuk ke mundësi që në mënyrë të drejtë që ta zgjidhim problemin dhe konfliktin që ekziston mes neve, nëse këtë nuk e bën për hir të Allahut, e bën nga frika apo e bën për shkak të ndonjë qëllimi tjetër me përfitu prej tij, atëherë nuk quhet kjo ihsan, nuk quhet kjo bamirësi, nuk quhet kjo vepër e mirë ndaj kujshisë, sepse Islami është ai i cili na motivon dhe na nxit që çdo vepër që e bëjmë ta bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sepse nëse diçka bëjmë jo për hir të Allahut, por për ndonjë qëllim tjetër, Allahu ka më na lënë me atë qëllim. Në një hadith tjetër, po ashtu dua ta ceki këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdhë një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja treguan shembujt e dy grave. Të njëna grua falet natën, ditën, agjeron, jep sadaka, bon shumë ibadete nafile, ama nga gjuha e saj, nga kjo gjuhë, se si cilin nga ne ke, edhe është një shpatë e rrezikshme me dy teha, thot nuk janë rahat kujshit e saj. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? La khayla fiha, hiya fi an-nar. Nuk ka hajër për asaj gruas, se ibadetin që e bën nuk reflektohet edhe në raportin që e ka ndaj njerëzve. Nëse namazi i saj, qiyami, sejdja, agjerimi, nuk e ka mësuar se kjo gjuhë duhet të vendoset në burg, të kontrollohet mirë, sepse është e rrezikshme, s'ka hajër në to. Imani i saj nuk është iman që është i frytshëm, që i sjell pasoja të mira, por është iman i cili është ndoshta sa për syje faqe, sa me thonë njerëzve, a e shihni se sa falet ajo. Pastaj e tregojnë shembull e gruas së dytë, e cila nuk falet shumë vullnetarisht, i falet ato që i ka obligim, agjeron ato që i ka obligim, i bën namazet dhe ibadetet që i ka farz. Por thot, nga gjuha e saj janë të qetë dhe rahat kujshit e saj. Çka ka thonë pejgamberi sa? Hiya fil janna. Ajo do të jetë në xhenet, sepse ai namazi i cili neve ndoshta na duket i pakët, e ka mësuar se gjuha është një mjet me të cilin ose kina me fitu shumë sevape, ose kina me humb shumë. Edhe një hadith po a tregoj të nderuar vëllezër. Një ditë Ibn Mesudi radiallahu anhu erdhi te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Kayfa a'rifu anni muhsinun?" Si ta di se jam në udhë të drejtë, se jam vepër mirë, se bëj punë të mira? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha qala jiranuka annaka muhsinun fa anta muhsin." Nëse kujshit e tu thonë se je i mirë, se bën punë të mira, atëherë ti je i mirë. Nëse kujshit e tu thuan ente musi, ti bën keq, je keqbërës, ti je i tillë. Dëshmia e kujshive është dëshmi të cilën e pranon edhe Allahu subhanahu wa taala, nga se kujshia më së miri e njeh atë që e ka pranë tij. E ne si besimtar jemi të detyruar t'i japim selam, ta vizitojmë, ta ftojmë në çdo gjë, ta ndihmojmë sa kemi mundësi. Pejgamberi sa një ditë i thot Ebu Dharrit radiallahu anhu, kur të përgatitish ushqim, shtoje ujin edhe ndaj një hise për ushqimit që e kime hangër për kujshit e tu. Edhe Ibn Omer radiallahu anhu ka thonë në një fjalë të tij, nuk është besimtar i mirë ai i cili flen i ngopur ndërsa kujshin e ka të uritur. Prej sjelljes së mirë ndaj kujshisë është me këshillu, e në disa raste edhe me pengu mas me bo zullum. Edhe kjo është me sjelljes së mirë, se ti me dorën tënde, me këshillën tënde e largon atë nga diçka që është e keqe. Sjelljes së mirë ndaj kujshive është që ta ndihmojmë atëherë kur ka nevojë. Edhe me këtë rast ta përfundoj hutbën. Thot një ditë në një tregim që është i historisë islame, ka një njeri të një person të blej shpinën. Ki ka thonë, po, shpinën ta shes 100.000 dirhem, por edhe kujshin ta shes 50.000 dirhem. Kjo thotë, po unë jam të blej shpinën, se jam të blej kujshin.
Jo, thot, nëse do ti me pas jetë të rahatshme në këtë shtëpinë time, ki me e ble dhe kujshin tim. Pse? Se ajo është kujshi i cili asnjëherë kur i kumbo diçka të keq nuk ka kaktime keq, por ma kaktime të mirë. Asnjëherë kur kam qenë i pakujdesshëm ndaj ti, edhe kam pas sjellje që nuk i ka hije një besimtarit, ai ndaj me është sill me butësi dhe me qetësi. Dhe asnjëherë kur kam pas nevojë të më ndihmon, nuk më ka lënë pa më ndihmu. Kjo është kujshia që me të vërtetë kam të bë, kimi apo hajrin shumë. Kur e kanë dëgjuar këtë Sejdi ibn Asi, i cili ka qenë personi për të cilin ka folë ky njeriu, ka ardhur dhe i ka thënë që unë jap këto parë në vendin tënd, vetëm se me falendëru për këto fjalë miradije dhe këto gjërat e mira që ja ka tregu këtij personit që ka dashur me ble shtëpinë. Allahu na lut që të na udhëzon. Allahu na lut që të na vetëdijson. Na zgjon nga gafleti dhe të na bën prej atyre të cilët atë që e folin edhe e veprojnë. Allahu i ndihmoft muslimanët kudo që janë dhe na bëft që të jemi të lumtur dhe të jemi fitimtar edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.